Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur këtë ëmbëlsirë kaq të mirë me një aromë fantastike, qëndroni me mua ta përgatisim bashk. E ka emrin portokalopita, nuk e di a e keni provuar ndonjëherë apo jo. Fillojmë pa humbur kohë. Filloj me shërbetin. Na duhet 250 ml ujë, 100 ml lëng të freskët portokalli, 250 gram sheqer, lëkurën e një portokalli dhe një shkop kanelle. Dhe do ta vendosim të zjej në zjarr të ngadalt. Shërbeti duhet të zjej 10 minuta që nga momenti që fillon vlimin. Ndërkohë do na duhen 250 gram petë të gatshme, të holla, të thjeshta që përdorim për byrek. Do t'i presim në këtë mënyrë në formën e shëritave me ndihmën e një gërshëre kuzhine ose thike, si të jetë më e thjeshtë për ju. Pasi i kemi prerë, do t'i hapim në këtë mënyrë dhe do t'i lëmë me një anë në mënyrë që të thahen pak. Kjo është mënyra se si veproj unë me petët në mënyrë që të zbuten dhe në fund të piqen mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Ndërkohë që petët i lëmë me një anë të thahen pak, në një enë do shtojmë 2 vezë, 100 ml lëng portokalli, 100 ml vaj, ulliri ose lule dielli, 100 gram kos, një pluhur fryrës dhe 100 gram sheqer. Të gjithë masën do ta përziejmë shumë mirë me ndihmën e një teli kuzhine. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani në koment. Mos harroni dhe lëkurë portokalli siç e pat edhe në video. Vazhdojmë ta përziejmë masën shumë mirë derisa të na formohet një masë e njëtrajtshme. Nuk e di a e keni provuar ndonjëherë këtë ëmbëlsirë apo jo, në familjen tonë kjo është e preferuar, nuk është se e përgatis shpesh pasi është me shërbet dhe ka mjaft sheqer, por tani që po afrohemi muajit të festave, e kam përgatitur duke qenë se kanë dalë në treg edhe portokallet e rinj, janë të pjekur, të ëmbël dhe kanë një aromë vërtet fantastike dhe tani është koha e duhur për ta përgatitur këtë ëmbëlsirë. Përzierja e petëve me masën që përgatitëm është shumë e rëndësishme, duhet të përzihen shumë mirë në mënyrë që të mos rrinë të ngjitura. Kjo do ju marr pak kohë, me kujdes. Nëse dëshironi që ta lehtësoni pak punën, mund t'i shtoni pak e nga pak. Do vazhdojmë përzierjen me ndihmën e një luge, të një piruni, si të jetë më e thjeshtë për ju, por petët duhet të zbuten të gjitha me masën e lëngshme, sepse ndryshe do të piqen ashtu siç do të mbes në tavë. Vazhdojmë përzierjen, siç e shihni, janë përzier mjaft mirë, janë zbutur të gjitha, ka rënë volumi i tyre dhe pasi është gati e vendosim në tavën e pjekjes. Dhe kur e vendosim në tavë, gjithashtu me ndihmën e një luge i hapim shumë mirë, këtu duket edhe mirë, më mirë se ku ka mbetur petët pa hapura dhe vazhdojmë përsëri në këtë mënyrë që po tregohet në video dhe pasi sigurohemi që është në rregull, e pjekim në 180 gradë në furrë të parangrohur derisa të jetë gati. Mua më mori rreth 45 minuta. Pjekja gjithmonë në varësi të sobës që ju keni. Pas pjekjes e shërbetosim, shërbeti duhet i ftohtë dhe ëmbëlsira e sapo dal nga furra. Hedhim shërbetin pak e nga pak, nëse dëshironi mund ta ndani ëmbëlsirën dhe përpara shërbetosjes. Unë e ndava pasi vendosa shërbetin. Mu duk më e thjeshtë sepse të jem e sinqertë unë ndaj gjithmonë përpara, po këtë radhë ndava pasi i hodha shërbetin. E presim, siç e shihni ka marrë një ngjyrë shumë të mirë, ka një aromë fantastike dhe është pjekur shumë mirë. Kjo duket edhe nga mënyra se si e përthith shërbetin sapo e hedhim në tavë. Si ju duket kjo recetë, nëse ju pëlqeu, për të më mbështetur mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Mund ta ruani, mund ta përgatisni në shtëpinë tuaj, mund ta ndani me miq duke i dhënë një ide
për të përgatitur ëmbëlsirën e radhës në shtëpi. Pres me padurim për shtypjen tuaj në koment. Faleminderit!